Jemi bashkë me misionin Një kafe me lavin duke realizuar në qytetin e Gjakovës, se tani këto momente kur jemi të Gjakova patjetër të duhet mundal tek ajo ndoshta kryesorja e cila funksionon për mrekullin qytetin e Gjakovës. Vllaznimi, përndryshe klubi i futbollit, këtu pranë vetes unë kam kënaqësinë se e kam zotin e Shkelzen dhe zotin Qavit Gashi. Përshëndetje dhe mirë se erdhët Një kafe me lavin, mirë se erdha unë në Gjakovën e juaj. Përshëndetje Lavi. Po ndalemi tek vllaznimi. Unë duhet spari një kompliment më ju jep. Unë e di që keni vepru në Gjermani, keni jetu në Gjermani me vitet të tëra edhe jeni kthy për të investuar dhe për kontribu pikërisht për qytetin e Gjakovës. Komplimente spari për kushtet, për gjithçka, sepse kishit realizu shumë çka në bazë informacioneve sa i kam edhe qytetarëve Gjakovës, se nuk lën asnjëri pa e përmend se vllaznim është investu. Po, Lavi, faleminderit për thirrje këtu në emision. Vllaznimi qysh në femërinë time ka qenë një klub shumë i madh edhe ka një emër shumë të madh vllaznimi, kështu që pash vllaznimin se është një gjendje shumë vështirë edhe mdhimke edhe zemra mdhimke për vllaznimin, gjithë familja dojmë, kështu që vendosa të kthejna në qytetin tam Gjakovën edhe t'i ndihmoj klubit tam. Mirë, po shkon gjithçka? Po, na kena bu një investim për fillim shumë mirë, kena bu një administrat, ku i kena punësu edhe një 4 punëtorë aty, i kena offer 200 nxanca ku në shkollën e futbollit, kështu që është të shku krejt në rregull për momentin. 200 nxanca nuk janë pak me qenë pjesë e klubit, në anën tjetër edhe mi pas kushtet, gjitha kushtet mi pas. Unë kam informacion se janë bo zyret, është bo me thonë autobusi i madh, me qujtë kështu janë bo gjitha. Po, na kena fillu tash prej fillimit, ajo edhe shtëpia bëhet prej themelit e jo prej kulmit, kena vendos zyret, jo me bo kontrata në për kafeterie, në për kësi, kështu i kena zyret tona, gjdo litar jenë aty dhe ka në ndonja problem, 5 ditë një javë punojnë, kështu që kena bledh autobusin tonë, kena bo disa gjëra shumë të mira, edhe kena marrë shumë litar të ri, ku s'kena mësu as vetë si na dalin as të mirë, përgatitjet i kena bo në Shqipëri, kështu që kena bo një ekip shumë mirë. Zoti Qavit, po kthena tek ajo para se me hynë intervistë. Shkelzeni nuk ka pas njohëria shumë për lavin. Edhe unë i qaj një mesazh edhe për t'rregoj për shikues. Po Lavi dhe jetë për të falenderoj të përshëndes për ftesën që ne ke bërë Një kafe me lavin. Emisioni juaj është i shikuar në gjithë botën ka shqiptar. Është e vërtet prom kur ke bërë kryetarit Zoti Shkelzen Gashi ftesën për jetë sot në emision. Dhe më thirë në telefon, më thotë se nuk ka paraqit edhe një litar i cili e kish emrin Lavi dhe ish 21 vjeqar. Kështu që, fat, ky me të vërtet ka jetu një afër 30 vite në botën e jashtme dhe i thash, jo kryetar. Lavi 20 është gazetari maj shikumi në emisionit tini dhe ka thirë për intervjistë sot. Edhe njerë të falenderojmë nga zemra për ftesën që na ke bo. Kisha dash që shtojë diçka lidhe me klubin e futbollit vllaznimi. Klubi i futbollit vllaznimi, si dim, çdo qytetari i Gjakovës së rrethinës ka pas vështirësina shumë të mëdha. Kryetari ka në momentin mund shprehën lirisht më kritikin cili ka ekzistuar për klubin futbollistik dhe futbollin në Gjakovë. Me datën 26 shtator ka startuar si kryesi dhe kryetari i klubit Zoti Shkelzen Gashi. Ne faktikisht i kemi pas 5 pikë. Po. Shkasht për të cikë edhe me një gjëra ma keqe që mund të shprehna, që një ndeshje me 2 kurrikë nuk është lujt për shkak të kushtet cilat nuk kanë ekzistuar në klubit futbollistik vllaznimi. Dhe 48 orë mos kishim zhvilluar edhe ndeshjen me Trepçën nga ana dhe rregullorja e Federatës të Futbollit të Kosovës, klubi futbollistik vllaznimi Lavi ish shu, nuk ish ekzistu. Kështu që me kontributin e kryetarit dhe të kryesisë dhe të bordit dhe një pjesë donatorëve,
ne mendojmë që kemi bërë diçka. Mirë po synimi dhe planet tona janë afat gjata, nuk janë afat shkurta. Kështu që edhe njëherë i përshëndes gjithë qytetarët e Gjakovës, gjithë simpatizerat, shtabin teknik, donatorët, cilët në kanë afru, përshëndes edhe kryetarën e komunës zonën Mimoza Kusora Lida, cila e kemi një mbështetje, e kemi përkraje nga ana saj, si kryetarë e komunës Gjakovës, kështu që ne mendojmë që kemi bërë diçka. Isha inkuadru edhe unë në futbol, po edhe unë e gash, e thojnë me intervenca e kanë marrë. Kështë që ma mirë po rikë këtë pozicionin. Ma baskenes të jetë. Me intervenca e morë dhe labim se gash, kështë që po rrim ropa. Unë e di që tifoz, sidomos Gjakova i ka shumë flakt. Edhe më vjen mirë që një farë mënyre tifoz lëkut Gjakovës i jepet rasti dhe i jepet mundësia edhe me vazhdu ma tutje, po aq ma tepër me një përpërcim që keni pas jo, që keni botë sot, por edhe me kushtet cilat janë ofru. Unë e di që tri talentum kanë dalë edhe prej Gjakovës, ku sot e kësaj dite janë edhe pjesë e klubeve të ndryshme dhe klubeve të mëdha ndërsa të futbollit. Po Labi, është e vërtet, Gjakova mburret me futbollistët cilët kanë dalë nga klubi futbollistik Vllaznimi dhe Gjakova, ishte edhe Gjakova. Kështu që mund të zotri Agim Cana, Besnik Hasi, Ardian Kuzniku, cilët kanë tregu dhe janë shembull për futbollin e Kosovës dhe mbar shqiptar. Kështu që na, si pikë pari, e kem akademinë, si tha dhe kryetari, cilët punojnë afër 200 nxënës, jo me qëllim që të marrim hyra nga ta, po qëllimi i kryetarit dhe kryesisë është që të nxjerrim talenta. Kështu që aty e kem një akademi, mund të themi, që punon në mënyrë profesionale, gjithë të njerat dhe shtabin teknik e kem të licencum, të përgatitur për atë profesion. Kështu që ne presim brenda 2-3 vite që Akademia e Futbollit Vllaznimit Gjakovës që të na jep frytet e para, që të gëzohet edhe klubi futbollistik Vllaznimit që mos blej lojtar jashtë Gjakovës. Kështu që prap na jemi, qëllimi jonë që t'ju japim lojtar edhe klubeve të tjera në Kosovë dhe jashtë Kosovës. Po me marrë për dikoj s'po keni qefe, kështu që po keni qefe shme jam. Jemi ka punim në atë aspekt që edhe të marrim për veti, po edhe të japim edhe të klubeve të tjera. 30 vjetë ki jetu në Gjermani. Mas 30 viteve kthehesh për me investu në Gjakovë pikrisht tek Vllaznimi. Po sa ka me mungu Gjermania tash? Po Gjermania mungon se që 30 vjetë është një kohë shumë e gjatë atje, po kom kriju familjen kom krejt familjen atje, tash veç një none kom këtu vetëm, ajo po vjen po mërzitet, thojnë Gjermant, alte bom kanë së njështë flancën, i vjen Shqip, bimin e vjetër së mund është mi mjellë. Ka shoqet këtu e krejt, edhe kom kushërite, djem të agjës e krejt. Po, Gjakovën e du, mas parë Vllaznimin, kështu, për një mkund të në hetën për qelje, Vllaznimin e dojmë me gjithë familje, edhe jo mërzit pak, po ku pisha Vllaznimin për para, po më heket krejt fejt. Tash na e dim, dhe më thonë një që jetë në diaspora, e keni kriju biznisin atje, e keni kriju, dhe më thonë gjitha kushtet. Tash, jarë këtu, po investon këtu tash. Merë para atje, investo këtu. E bi këtu hita, pret me marë në ajsen. Po, ki besojnë, ka shkojnë vitën të ardhme, në qofë se him në Europën, FIFA, Vllaznimi lunë, në EF, për shemën, sa vendin e para, dytin në Superligën e Kosovës, atër besoj si kthehen ato në sporti e ko, sporti u bot është edhe biznis pësa shumë. Po, nuk jo morë më atë mendim për me fitu, unë e kom bizniset e mi atje, po të ndimoj që ti vendit, emni Vllaznima shumë i madhë, në qofë se njemi edhe besoj si në tardhmen, do të shko një kohë, jo shumë e gatë, po edhe jo shumë, kurte do të vim në atë vendin ku Vllaznimi e ka aty vendin e vetë. Besoj dhuroj se të ketë sukses, të ketë të arritura, e aq ma tepër që kur i kanë lojtarë gjitha kushtet, atëherë pa tjetër që suksesin varet edhe pyetëmve. Besoj dhuroj që ju din edhe do të mundohen ata lojtarë cilët janë, s'paku juve mi u kthy, e pastaj qytetit Gjakovës.
me ja kthy, për shkak se ju keni marrë për atje, keni investu këtu, e në anën tjetër mos me dasht e mos me lujt, me gjitha kushtet ajo është. Po labi edhe tash se une që 4 muaj u bonë që e marrë dhe i kanë marrë ka 4 rroga me ndalë, po tonight, Ekipi shka ku mujtë me pa unë shumë i angazhuar. Edhe normal ata duhet mi marrë ka një rrogë. E jënë të shumë kina talentat mirë, ku t'ja jep rrogat me rregull edhe litarët i jepin pak ma tepër. Ti nuk punon pa në televizion pa një rrogë, jo, pa pare nuk vjen. E stimulim a ka në stimulim, ai që kallëzohet më i sukses që i rritet rroga. Ai si bongolla mundet me pas në çfarë shpërblimi, çka po, te unë e kam ton jetë njëherë. A ti pse se shtyhen kush më ko më i mirë, edhe që ajo është loja më e mirë. Kush më e mirë, po janë shumë të angazhuar, nuk u besu as vetë. E kina bu një ekip shumë të mirë. Kanë tregu rezultate në Shqipëri që tash në përgatitje, kanë pas 2 herë në ditë të stërvitje, e kina mujtë Flamurtarin me rezultat 4-0, kina mujtë një ekipin e tribunit, po edhe ata kanë kallëzu suksesin këtu përgatitjet. Okej, pyetja e fundit, pse duhet më ardhë dikush prej Kosovës apo për ndonjë vendi tjetër dhe me vizitu Gjakovën? Pyetja e fundit e jemi. Unë po të jap këtë pyetje se Gjakova është qyteti më i bukur dhe pa Gjakovë nuk ka Kosovë. Okej. Edhe unë më me thonë valla pa pej s'ka Kosovë. Tash se si, po unë pi tregoj atë se cili do në qytetin e vet. Unë po të them si pa Gjakovë nuk ka Kosovë, edhe është qytet i bukur. Po shijet. Po shijet. Dhe labi për të shtuar, kur i nisë për Prishtinës të Gjakova ka qenë me shi. Po. Edhe intervistin e parë që e boni me neve të falenderojmë edhe herë nga zemra dhe në emrin të kryesisë dhe shtabit teknik dhe gjithë futbollistat, ja shiko çfarë dilli, çfarë bukurie jemi t'ju e bëjë këtë intervistat. Kjo do të kallëzon që Gjakova është me zemër e hapur, zemër solidar. Kështu që unë e di që mund të thojmë që jemi pak lokalista, po ajo nuk është e vërtetë. Jemi pak më transparent. Pak, jo shumë. Pak. Kush mund me konë, ama nuk ka sukses për të me konë për vetveten. Nuk ka sukses. Kështu që unë e di për mikpritje, për gjitha unë e kam thonë gjithë sa herë, po vazhdoj me qëndru prap, për shkak se mikpritjen e keni mbi gjitha. Edhe pse në anën tjetër njihet ajo, jo Gjakovarët e kanë dorën e shtrënguar, po jo, nuk është as pak e vërtet. Unë pjoroj spari që dyve ta keni shëndetin, e pastaj i priftën bara klubit, ju priftën bara edhe juve dhe besoj dhe uroj që keni me kallëzu rezultate edhe do t'jemi në kontakt edhe herave tjera, pse jo. Faleminderit, Labi. Edhe një pyetje kam, i përshëndes të gjithë tifozët, plus të gjithë sponsorët që po na ndihmojnë neve, klubin vllazërimit, edhe janë shumë të angazhuar. Me kena dhe sponsor nga Peja, si e kena shumë fort, për shembull është Unikati, fabrika Unikatit, e kena Luli presidenti, i falenderoj shumë se nuk kom besu si ka shumë njerëz që na ndihmojnë kështu, po pa i pyet. Po. Vet ta afrojnë, ajo është më e mirë, apo më kupton. Falenderoj të gjithë sponsorët, edhe me tutje do të angazhohem edhe do se jënë do shpenzime bukur si të mëdha, po do është të thash t'i falenderoj të gjithë sponsorët, edhe tifozët le të kthejnë edhe herë e ta qërë vllazërimin tonë ku e ka vendin. Tifozët sidomos të kthehen në atë formën e vetë që shkanë qenë edhe që shkanë ditë me bo tifo. E tha shumë shtirë sponsorët, për shkak se mësu gjithmonë me thonë verbung atje. Okej, verbung. Unë të thash edhe para emisionit që pak po duhet mi përkthyer në gjuhën gjermane. Gjuhën shqipe, për shkak se 30 vite me jetu një vend edhe është asene, po mbi gjitha duhet një kompliment për shkak se jo rrjellshëm, shumë rrjellshëm, edhe tipike Gjakovare ka e folë. Po më regjistruar ti. Faleminderit shumë suksese. Faleminderit shumë suksese. Faleminderit. Faleminderit inshallah.